Çështja e regjistrit zgjedhor në Maqedoni ka ngjallur shqetësime vitet e fundit, si te një pjesë e partive politike ashtu edhe tek komuniteti ndërkombëtar, njofton nga Shkupi korrespondenti ynë Isak Ramadani. Nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni, Subhi Jakupi thotë se procesi i zgjedhjeve në aspektin teknik administrativ është një procedurë e komplikuar, por se komisioni po përmbahet afateve ligjore për sa i përket regjistrimit të votuesve dhe çështjeve të tjera që përkasin atij. Maqedonia me një popullat rreth 2 milionësh ka një trup votues prej rreth 1.800.000 dhe kjo shifër ka nxitur mjaft kritika dhe debate në disa vitet e kaluara. Zoti Jakupi thekson mungesën e bashkëpunimit me Ministrinë e Rendit dhe institucione përgjegjëse lidhur me të dhënat për shtetasit me të drejtë vote. Që të kemi regjistër të saktë të zgjedhësve është shumë e rëndësishme që gjithë institucionet relevante që punojnë në të jenë të punojnë këtë me përpikshmëri dhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk i ka të gjitha kompetencat që ne mund të themi se kemi qasje në çdo moment apo në çdo kohë që ne të mundemi të vërtetojmë të njëjtat. Ministria e Punëve të Brendshme dhe enti statistikor që bën metodologjinë e punës apo për punimin e të dhënave dhe pastaj ne japin këtu tek ne në këto institucione ende nuk mund të them se kemi kompetencë të plotë që mund të kemi qasje në këtë drejtim. Prandaj ndoshta dalin edhe ndonjë mospërputhshmëri me të cilën janë ngritur në kohën e fundit. Në Maqedoni është bërë një ndukuri nga zgjedhjet e kaluara që shtetas të Shqipërisë të pakicës maqedonase të vinë të votojnë në Shkup dhe në komuna të tjera. Megjithse ata janë pajisur me dokumente maqedonase, nuk kanë adresa të sakta banimi në Maqedoni dhe rrjedhimisht paraqesin problem për procesin zgjedhor. Nuk mundet të këto votues të kenë vendbanim domethënë edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni dhe pastaj të përdoren në zgjedhje ose të vinë këtu të votojnë për zgjedhjet lokale, për zgjedhjet presidenciale parlamentare, atje ku duhen që të votojnë dhe për zgjedhjet parlamentare të gjithë këto votues që janë paraqitur që të votojnë në Tiranë, ne me vendim të komisionit e kemi ndërprerë këtë çështje dhe nuk u dham të drejtën e votës që të votojnë për zgjedhjet parlamentare, për arsye të asaj se ne pam se në dokumentacionin e tyre, sidomos në pasaportat biometrike, adresa është evidentuar se është në Shqipëri. Dhe kështu që nuk u përputhen të dhënat e adresës që ato kanë në pasaportat biometrike të Republikës së Maqedonisë me ato të cilat janë të evidentuar këtu në Maqedoni. Zoti Jakupi pret që numri votuesve në diasporë të arrijë në 20.000, shumica prej tyre në shtetet evropiane. Maqedonia zgjedh 3 deputet nga diaspora, një nga Evropa, një nga Amerika dhe një nga Australia. Në lidhje me vëzhguesit e zgjedhjeve, nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subhi Jakupi pret që numri i tyre të jetë i njëjtë me atë të zgjedhjeve të fundit vendore, përkatësisht rreth 8.000, prej të cilëve 2.000 vëzhgues të huaj. Në Maqedoni, krahas fushatës presidenciale është hapur edhe fushata e zgjedhjeve parlamentare, të cilat do të mbahen më 27 prill së bashku me balotazhin e presidencialeve. Partitë shqiptare synojnë të rrisin numrin e deputetëve në mandatin e ri parlamentar, por kështu pretendon edhe VMRO DPMNE-ja e kryeministrit Nikola Gruevski. Kjo e fundit e ka të vështirë ta formojë vetë qeverinë. 62 vota deputetësh nevojiten për këtë. Dhe ndonë se nuk është në kushtetut, qeveritë e Maqedonisë patjetër të kenë nga një parti shqiptare, ndryshe sipas analistëve do të kishte destabilizim të vendit. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.